Këshilli Kombëtar për hetime financiare dhe konfiskimin e pasurisë. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se paratë e vjedhura duhet t'i kthehen popullit. Qeveritarët nuk janë përgjigjur sot ftesës së sindikalistëve për takim rreth kërkesës për rritjen e pagave. Qytetarët përballen me shumë sfida për të gjetur parking të lirë në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Edhe Maqedonia e Veriut është përmendur në disa nga emailët e publikuara nga dokumentet e dosjes Epstein. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Sot është konstituar Këshilli Kombëtar për hetime financiare dhe konfiskimin e pasurisë. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se kriminaliteti nuk duhet të shpërblehet, përkundrazi, ai tha se e vjedhura duhet të konfiskohet dhe t'i kthehet popullit. Kreu i qeverisë deklaroi se ky është mesazh i qartë dhe i pakundërshtueshëm dhe se shteti qëndron përfundimisht në mënyrë sistematike dhe pa kompromis kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Kryeministri Kristian Mickoski në fillim të seancës konstitutive të Këshillit Kombëtar për hetime financiare dhe konfiskimin e pasurisë, tha se kriminaliteti nuk duhet të shpërblehet, përkundrazi, ai tha se e vjedhura duhet të konfiskohet edhe t'i kthehet popullit. Ky organ, tha Mickoski, nuk është një formalitet, por një mesazh i qartë dhe i pakundërshtueshëm se shteti qëndron përfundimisht në mënyrë sistematike dhe pa kompromis kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Kjo qeveri e nisi luftën kundër kriminalitetit dhe korrupsionit, jo me deklarata, por me vepra. Aktualisht po përpunohen më shumë se 50 raste për korrupsion të lartë, raste që për vite të tëra janë mbuluar, shtyr ose ignoruar, por kjo nuk është fundi, por fillimi. Ne presim hapjen e rasteve të reja, hetime të thella dhe rezultate që do të rikthejnë besimin e qytetarëve tek shteti dhe institucionet. Dua të them qartë dhe fort, nuk ka drejtësi selektive, nuk ka të mbrojtur, nuk ka të paprekshëm. Mickoski më tej tha se që kjo luftë të jetë e suksesshme, është i nevojshëm forcimi i gjyqësorit dhe i prokurorisë në mënyrë institucionale, kadrovike dhe funksionale. Ky këshill udhëheqet nga zëvendës kryeministi për qeverisje të mirë Arben Fetai, i cili tha se kjo seancë konstitutive e Këshillit Kombëtar për hetime financiare dhe konfiskimin e pasurisë përbën një pikë kthese në trajtimin e luftës kundër kriminalitetit të organizuar dhe korrupsionit. I themeluar me vendim të qeverisë, më 9 shtator 2025, ky këshill përfaqëson mekanizmin më të lartë shtetëror për mbikëqyrje politike dhe koordinim ndërinstitucional në fushën e hetimeve financiare dhe konfiskimit të pasurisë së paligjshme. Kjo seancë e sotme shënon kalimin nga ndërtimi institucional në ushtrim real të përgjegjësisë politike me një qëllim të qartë, të sigurojmë një qasje të koordinuar dhe efikase shtetërore në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe pasurimit të paligjshëm. Sipas tij, strategjia kombëtare për forcimin e kapaciteteve për zbatimin e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pasurisë 2025-2028 dhe plani i veprimit 2025 dhe 2026 ofrojnë një kornizë të qartë dhe janë në përputhje me standardet europiane. Ai e konsideron atë një forum kyçe për kalim nga, siç tha, një kakofoni institucionale drejt veprimit të detyrueshëm ndërmjet institucioneve. LSDM kërkon përgjegjësi institucionale dhe hetim të menjëhershëm nga prokuroria për 5 tonët e drogës që nga Maqedonia e Veriut kishin kaluar në Serbi. Sipas tyre nuk bëhet fjalë për një incident të izoluar, por për një sistem të lidhjeve me strukturave kriminale në RMV dhe Serbi. LSDM akuzon qeverinë se dhe institucionet për heshtje dhe mungesë reagimi ndaj skandaleve kriminale. Si ka mundësi që në shtetin me Safe City, me kamera dhe skaner në kufi, të kalojnë 5 ton drogë? Kështu pyet LSDM opozitare pasi para pak ditësh në Serbia sekuestruar 5 ton drogë, e cila ishte transportuar nga Maqedonia e Veriut. Ata thonë se për këtë skandal të madh kriminal duhet të ketë përgjegjësi. Dali 5 toni droga.
A janë të mjaftueshme 5 ton drogë për prokurorin që ajo përfundimisht të reagoj, a do të nisë hetimi për këtë rast apo përsëri do të ketë heshtje për skandalet dhe krimet e qeverisë. Institucionet nuk mund të heshtin, të dalin para qytetarëve dhe të thonë se kush duhet të mbaj përgjegjësi. Lezdëma thotë se kjo që ka ndodhur nuk është incident, por është sistem, sepse sipas tyre ka ditë që kanë ngritur alarmin për lidhje të drejtë për drejta midis strukturave kriminale në RMV dhe Serbi, por thonë se nuk ka pasur përgjigje apo reagime nga institucionet. Ključno to prašanje. Pyetja kryesore që qeveria duhet me njëherë të përgjigjet është si kanë kaluar 5 ton drogë në kufirin në Maqedonisë, kush ka lejuar që 5 ton drogë të kontrabandohen, pa mbështetje dhe mbrojtje të strukturave të pushtetit. Krimet të këtyre përmasave nuk mund të ndodhin. Ky nuk është një incident, ky është një sistem. Sasia e madhe drogës së sekuestruar në Serbi kishte ardhur nga Maqedonia e Veriut dhe gjykata e Beogradit kishte caktuar paraburgim për 3 persona. Njëri nga të dyshuarit është bashkëpronari i kompanisë Alfa Farm, e cila është e regjistruar në rajonin e Shkupit dhe është e destinuar për prodhimin dhe përpunimin e kanabisit mjekësor. Vendimi për të mos ndjekur penalisht disa zyrtar policor për rastin e diskotekës në Koçan është shfrytzuar nga avokatët për të kërkuar ndërprerjen e përndjekjes penale për klientët e tyre për vepra të rënda penale. Sipas tyre, mbajtja e seancave gjyqësore vetëm se është barr për buxhetin shtetëror. Vendimi i prokurorisë për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit për të mos ndjekur penalisht disa nga zyrtarët policor për lidhje të drejtpërdrejtë me vdekjen e 63 të rinjve në diskotekën Puls ka bërë që disa avokatë të akuzuarve në këtë rast të kërkojnë që prokuroria ta ndërpresë për ndjekjen penale për klientët e tyre për vepra të rënda penale. Petre Shilegov, avokati të akuzuarit Shovket Hajdari, ish këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë, kërkoi që prokuroria në këtë rast konkret të rishqyrtojë akuzat e saj dhe të ndërpresë procedurat për disa të akuzuar për krime të rënda kundër sigurisë publike. Duhet të marrim parasysh efektivitetin e kostos të procedurës. Një paraqitje në seancë me tarifën e avokatit kushton 28.000 denar. Kanë kaluar rreth 10 seanca, janë planifikuar 17 të tjera dhe do të ketë të tjera. Me këtë vepër penale, shumë nga të akuzuarit do të lirohen, dhe kur të shtohet kompenzimi për kohën e kaluar në paraburgim që do të kërkojnë këta të akuzuar, qytetarët do të duhet të paguajnë atyre dëmshpërblim të madh. Shmitari që u dëgjua në seancën e sotme ishte 25 vjeçari Petar Markovski. Ai kishte vizituar diskotekën për një kohë të gjatë, për 7 vite, dhe tregoi se pas banakut në diskotekën Puls ka pasur një derë e cila përdorej për evakuimin e të miturve në rast se në lokal kishte aksion policor. Të paktën 10 herë kur kam qenë në Puls janë përdorur piroteknik. Piroteknikët ndizeshin vazhdimisht në atë objekt të improvizuar, pa standarde minimale dhe pa përmbushje të kushteve për diskotek apo klub nate. Po ashtu ka dëshmuar edhe Dejan Manasiev, i cili për 13 vite kishte punuar në banakun e diskotekës, prej të cilave 11 vite kishte punuar pa qenë i paraqitur. Qeveritarët nuk janë përgjigjur sot ftesës së sindikalistëve për t'u takuar për kërkesën e rritjes së pagave. Asnjë zyrtar i qeverisë nuk ul përballë kreut të LSM-s Slobodan Trendafilov, i cili tha se marrëveshja paraqitet edhe rritje të pagave të tjera për të paktën 6.000 denar, me qëllim zbutjen e problemit të ardhurave të ulta që i marrin një numër i madh i punëtorëve në vend. Në ora 9 të mëngjesit, kreu i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë në zyrat e sindikalistëve kishte planifikuar një takim me qeveritarët, ndërsa qëllimi i takimit ishte nënshkrimi një marrëveshjeje të re për rritjen e pagës minimale në 600 euro me zbatim nga pagesa e muajit shkurt, por prishja shkoi huq, sepse asnjë zyrtar i qeverisë nuk ul përballë kreut të LSM-s Slobodan Trendafilov. Nga LSM-ja njoftojnë se marrëveshja parashiste edhe rritje të pagave të tjera për të paktën 6.000 denar, me qëllim zbutjen e problemit të ardhurave të ulta që i marrin një numër i madh i punëtorëve në vend. Sindikata reagon edhe ndaj paralajmërimeve për shfuqizimin e disa dispozitave të marrëveshjes së përgjithshme kolektive, duke paralajmëruar se kjo do të nënkuptonte ulje reale të pagave për rreth 21.8% për mbi 130.000 të punësuar në sektorin publik. Nuk janë problem vetëm këto paga, problem janë pagat e ulëta që i marrin një numër i madh i punëtorëve dhe për këtë arsye duhet më njëherë të rriten pagat e tjera për të paktën 6.000 denar dhe paga minimale të rritet në 600 euro. Sot ran maskat, u demaskuan gënjeshtra që përfaqësuesi i qeverisë kishte deklaruar ditët e fundit.
Sot nuk erdhi, ashtu siç e kishin ftuar. Ata kishin prioritete të tjera dhe u konfirmua se për ta nuk është prioritet rritja e pagave të punëtorëve, as paga minimale, as paga të tjera. Përgjigje të shpejt për LSM-n kishin nga VMRO DPMN-ja, sipas VMRO-s, Slobodan Trendafilov është i përzgjedhur i LSDM-s dhe i njëjti edhe sot vazhdon të punojë për LSDM-n e jo për interesat e punëtorëve. Pushtetarët thonë se Trendafilov refuzon rritjen e pagave për punëtorët në sektorin publik, sepse duhet t'i kthej borxhin politik LSDM-s, parti që sipas tyre e vendosin në krye të sindikatës. VMRO DPMN është parti që mendon për të ardhmen dhe për të mirën e punëtorëve. Zgjidhja vetme reale për rritjen e pagave dhe të pagës minimale pa shkaktuar krizë ekonomike, inflacion të lartë dhe vrima në buxhet është rritja e pagave për rreth 14% në prill të këtij viti dhe gjithsej rreth 40% deri në vitin 2028. Kjo do të thotë se paga në administratë do të rritej për mbi 10.000 denar vetëm brenda 2 viteve nga sot. E ftojmë Trendafilovin që të paktën një herë ta lërë politikën anash dhe të mendoj për qytetarët dhe punëtorët, ta pranoj propozimin e qeverisë dhe punëtorët të marrin paga më të larta. Lufta mes pushtetit dhe sindikatave ka filluar pas protestës së organizuar nga LSM-ja për rritje të pagës minimale. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë për më tepër ka njoftuar se këtë javë do të fillojë me bllokimin e institucioneve. Kanë njoftuar se bllokada do të fillojë nga kuvendi, sepse sipas LSM-s janë fajtor deputetët që rrogat e punonjësve nuk rriten. BDI vlerëson se të dhënat zyrtare për financimin e kulturës në Maqedoninë e Veriut tregon një pabarazi të theksuar në dëm të kulturës shqiptare dhe një dominim strukturor të kulturës maqedone në shumicën e sektorëve. Në total, vetëm rreth 13.8% e buxhetit kulturor u nda për projektet shqiptare, kundrejt 86.2% për projekte maqedone, çka sipas BDI-s paraqitet si dëshmi e një sistemi të qëndrueshëm pabarazie institucionale. Pas shpalljes së konkursit për projektet kulturore nga Ministria e Kulturës, ka reaguar sot partia opozitare shqiptare BDI, me një seri llogaritjesh të përkthyera në numra dhe përqindje. Nga BDI theksojnë se vetëm 13.8% e mjeteve janë ndarë për projekte shqiptare, ndërsa 86.2% janë ndarë për projekte maqedonase. Nga 220.988.534 denar të ndarë për kultur, 30.436.000 denar u janë ndarë projekteve shqiptare, 13.8%, ndërsa 190.552.534 denar projekteve maqedonase, 86.2%. BDI vlerëson se këto shifra nuk janë gabim administrativ, por dëshmi e një sistemi të paqëndrueshëm majorizimi, segregimi dhe mungesë transparence, ku kultura shqiptare tolerohet si prani, por mohohet si objekti barabart kulturor dhe institucional. Sipas BDI-s, të dhënat të zyrtare për ndarjen e mjeteve publike për kulturën dëshmojnë një model të konsoliduar majorizimi institucional ndaj kulturës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se në dramë, folklore dhe botime, kultura shqiptare trajtohet si prani dyçore. Një ditë më parë, Ministri i Kulturës Zoran Lutkov tha se përgjigja e projekteve kulturore është bërë mbi bazën e cilësisë dhe jo përkatësisë etnike. I pyetur për përqindjen e projekteve shqiptare, ai deklaroi se i vjen keq që të shoh shqiptarët si përqindje dhe theksoi se ndarja etnike e projekteve është e pamundur. Provimi i jurisprudencës për studentët shqiptar duhet të jetë në gjuhën shqipe. Kjo është kërkesa 385 studentëve shqiptar, të cilët kanë nënshkruar peticionin për këtë çështje. Mevlan Ademi për televizionin Shenja thotë se nuk kanë marrë ende përgjigje nga institucionet përgjegjëse. 385 studentë shqiptar përmes nënshkrimeve në peticion të përbashkët kërkojnë që provimi i jurisprudencës për studentët shqiptar të jetë edhe në gjuhën shqipe e jo në maqedonisht, siç është aktualisht. Nismëtari Mevlan Ademi për televizionin Shenja thotë se kërkesa e studentëve duhet të shërbejë si katalizator që edhe gjykatat e vendit të fillojnë me përdorimin e gjuhës shqipe dhe implementimin e ligjit. Dhe normalisht kjo të shërbejë si katalizator për sistemin e gjyqësisë të fillojë zbatimin e gjuhës shqipe. Peticioni është dërzuar në Ministrinë e Drejtësisë, në Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve dhe Agjencionin për zbatimin e gjuhëve.
Nënshkrimet nga peticioni janë dorëzuar institucioneve, ndërkaq Ademi thotë se deri më tani nuk ka përgjigje zyrtare. Deri më tani s'kemi marrë ndonjë përgjigje zyrtare. Përgjigje jo zyrtare kemi marrë që është e shqyrtojnë. Të njëjtën përgjigje e mora edhe para 1 vit e gjys kur e nisa këtë iniciativë. Presim të na ndëgjojnë dhe të reflektojnë dhe të na i përgjigjin kërkesës në mënyrë pozitive. Pozitivisht, nismës janë përgjigjur studentët e fakulteteve juridike nga Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore dhe studentët nga Universiteti Nën Tereza. Ademi thotë se për ta bërë të mundur këtë, është angazhuar nga koha kur ka qenë kryetari i Parlamentit studentor. Vlerëson se provimi i jurisprudencës është provimi më i rëndësishëm për juristët dhe thotë se i njëjti me patjetër duhet të jetë në gjuhën shqipe. Nga dje, sistemi Safe City ka nisur zyrtarisht funksionimin në Shkup. Qëllimi është rritja e sigurisë në trafik dhe identifikimi i shkeljeve në kohë reale. Qytetarët shpresojnë se zbatimi i këtij projekti do të rrisë sigurinë në komunikacion. Prej ditës së djeshme, në Shkup ka filluar zbatimi i projektit Safe City, një sistem i ri i mbikëqyrjes që synon rritjen e sigurisë publike dhe kontrollin e trafikut në qytet. Kamerat inteligjente, radarët dhe teknologjia digjitale. Nga dje, sistemi Safe City ka nisur zyrtarisht funksionimin në Shkup. Qëllimi është rritja e sigurisë në trafik dhe identifikimi i shkeljeve në kohë reale, por për qytetarët, ky sistem sjell edhe dilema: a do të përmirësojë realisht sigurinë apo do të kthehet vetëm në një mekanizëm ndëshkimi? Nga dje, rrugët e qytetit po monitorohen ndryshe, ku efekti i vërtet i Safe City mbetet për tu parë. Safe City nuk është thjesht një koncept teknologjik, është përgjigje ndaj nevojës për rend, parandalim dhe besim në hapësirat publike. Rritje e sigurisë. Unë mendoj se të dyjat, por sigurisht besoj që është e rëndësishme që qytetarët vetëdijsojnë. Safe City në rregull është, qytet sot kam buzit tranzitën mirë ka qenë kujt. Në të djantë. Për gjobat është katastrofë, për gjobat shumë gjobat e larta, për neve këtu është shumë. Ndërkaq, Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, mbrëm me një video nëpërmjet rrjetit social, ka deklaruar se e shpall të suksesshme Safe City-n. Toshkovski tha se ka ulje të ndjeshme të numrit të shkeljeve në komunikacion, krahasuar me ato para 2 muajsh, kur ka qenë periudha testuese. Ai gjithashtu njoftoi se ditën e djeshme si dita e parë ka pasur përafërsisht 500 shkelje në komunikacion të konstatuar nga kamerat inteligjente. Në fund, Safe City mbetet një projekt për ta kthyer qytetin në një hapësirë ku siguria nuk ndihet si kontroll, por si mbrojtje. Një qytet i sigurt është një qytet ku jeta zhvillohet lirshëm, ku rrugët nuk trembin dhe ku besimi ndërtohet çdo ditë. Për një muaj, policia ka gjobitur rreth 16.000 qytetar pasi kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, ndërsa 74 persona kanë përfunduar në burg. Shumica e gjobave janë për tejkalim të shpejtësisë. Gjatë muajit janar, janë shqiptuar gjithsej 15.943 urdhër pagesa për kundërvajtje në trafik. Prej tyre, 3.683 shkelje kanë të bëjnë me mos respektimin e shpejtësisë së lejuar të lëvizjes. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se për drejtim të pakujdesshëm të automjetit janë privuar nga liria 74 persona, prej tyre 67 për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, 1 për drejtim të automjetit në ndikimin e drogës edhe substancave psikotrope ose prekursorëve, 1 për drejtim të automjetit në drejtim të ndaluar, 1 për tejkalim të shpejtësisë e lejuar në zonë të banuar dhe 4 për tejkalim të shpejtësisë jashtë zonës së banuar. Gjatë janarit janë evidentuar 4.233 kundërvajtje për parkim të parregullt, 1.611 masa ndaj drejtuesve që kanë vozitur pa patent shofer dhe 474 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë sanksionuar 16 motociklistë për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, 184 këmbësor, si dhe një drejtues i trotinetit elektrik. Gjithashtu, 1093 pjesëmarrës në komunikacion janë gjobitur për mosvendosje të rripit të sigurimit. Sipas ligjit për automjete, nga komunikacioni janë larguar 310 automjete të paregjistruara dhe 141 automjete për shkak të parregullsive teknike. Janë sanksionuar edhe 90 drejtues për mos respektim të rregullave lidhur me rrësimin e xhamave të automjeteve, si dhe një drejtues për vendosje dhe përdorim të paautorizuar të pajisjeve me sinjale të posaçme ndriçuese dhe zanore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, njëftën se kontrollet në trafik do të vazhdojnë, ndërsa pjesëmarrësve në komunikacion u bojnë thirrje që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.
Qytetarët përballen me shumë sfida për të gjetur parking të lirë në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Një qytetar intervistuar nga televizioni Shenja thotë se është situatë aq problematike saqë janë të detyruar të vinë dy persona, njëri të gjejë vetë për parking e tjetri të kryej punë në spital. Qendra klinike Nën Tereza në Shkup sot nuk përballet vetëm me problemet shëndetësore, por përballet edhe me kaosin e parkingut. Në një institucion ku çdo minutë është i rëndësishëm, problemi i parkingut mbetet ende i pasgjidhur. Në qendrën klinike Nën Tereza, qytetarët përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me kaosin e parkingut. Mungesa e vendeve dhe rrugët e bllokuara e bëjnë çdo vizitë sfiduese, ndërsa pacientët dhe familjarët humbin minuta të çmuara duke kërkuar një vend të lirë. Një problem i vjetër që pret një zgjidhje të menjëhershme nga autoritetet. Po të njëjtën e pohuan edhe qytetarët për televizionin Shenja, duke thënë se mund të kërkosh 2 orë dhe përsëri mund të mos gjesh parking. Problem se ka patima. Problem çdo herë ka, madje dhe problemi i madh është mund të futesh në parking dhe të kërkosh parking 2 orë dhe mos të gjesh. Duhet diçka të ndërmarrin ose të ndërtojnë ndonjë parking, apo ndonjë parking në kate. Nuk di çfarë të them, problemi është i madh. Edhe pse jo vendas, përsëri për një tjetër qytetar, problemi i parkingut është i dukshëm në sytë e tij. Unë se di se s'ko me ardhë me veturë dhe nuk e di a ka problem, po shoh ka mjaft vetura, jam i shtrim tonë si pacient. Ndërkaq një tjetër qytetar thotë se është situatë aq problematike saqë janë detyruar të vinë 2 persona, njëri të gjejë vend për parking e tjetri të kryej punë në spital. Dy persona kemi ardhur, njëri gjen vend për parkim e tjetri kryen punë në spital. Shumë keq është pa parking. Thas që 2 persona kemi ardhur, njëri rin kujdestar tek veturat që të kërkoj vend, patjetër duhet të vendoset rend dhe të vendoset se a do ndërtojnë parkingje në kate apo jo. Patjetër duhet të bëhet diçka. Kujtojmë se më 29 dhjetor të vitit 2025, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke ju përgjigjur pyetjeve gazetareske në lidhje me parkingun në qendrën klinike, ka deklaruar se diku deri në maj do të kemi parking krejtësisht të ri, me infrastrukturë smart dhe garazhe në kate. Ndonëse deri më tani ende nuk shihet të kenë filluar punimet. Edhe Maqedonia e Veriut është përmendur në disa nga emailët e publikuara nga dokumentet e dosjes Epstein. Sipas dokumenteve të publikuara nga Ministria e Drejtësisë e SHBA-s, thuhet se disa mostra truri me origjinë nga persona nga Maqedonia janë ngrirë dhe dërguar në Shtetet e Bashkuara për kërkime të financuara nga fondet Epstein në bashkëpunim me një shtetas maqedonas, profesor në Universitetin Columbia. Publikimi i dokumenteve të lidhura me financierin e ndjer amerikan që u akuzua për pedofili Jeffrey Epstein ka ekspozuar një nga skandalet më të mëdha me përmasa globale të dekadave të fundit, duke zbuluar një rrjet kontaktesh që shtrihej në disa kontinente. Dosja përmban mira faqe dokumentesh gjyqësore, emaile dhe dëshmi ku përmenden figura nga politika, biznesi, akademia dhe elitat ndërkombëtare. Në dokumentet e fundit që u publikuan të premte nga Ministria e Drejtësisë e SHBA-s, u zbuluan pretendime tronditëse për përfshirje të mundshme të një shtetasi maqedonas, profesor në Universitetin Columbia, në sigurimin dhe eksportin e trurëve njerëzor nga Maqedonia për eksperimente shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas dokumenteve bëhet fjalë për tru të rreth 1000 njerëzve, një pjesë të cilëve nga personat që kanë kryer vetvrasje. Hetimi nuk përmban informacione nëse familjet e të ndjerëve në Maqedoni kanë dhënë pëlqim për një përdorim të tillë të organeve, as nëse institucionet maqedonase kanë qenë në dieni apo kanë dhënë leje për një eksport të tillë. Dhe një nga emailët e publikuara me datë 5 shkurt 2019 flitet për kërkime që lidhen me shkaqet dhe aspektet biologjike të vetvrasjes. Në korrespondencë përmenden edhe shkencëtar nga disa universitete të njohura amerikane. Në pjesën që i referohet Maqedonisë, thuhet se vendi i vogël ballkanik Maqedonia i siguron trurët fal një antari të stafit akademik në Universitetin Columbia, i cili vjen prej andej dhe që ndihmoi në organizimin e të gjithë procesit. Sipas përshkrimit, trurët ishin ngrirë më njëherë pas nxjerrjes, transportoheshin me avion në shoqërim të veçantë dhe dërgoheshin në një distancë prej rreth 7500 kilometrash drejt SHBA-s. Atje përfundonin në kuti speciale të shënuara me kode QR me pjesë të disektuara të indeve të shënuara sipas anës dhe datës së marrjes.
Kujtojmë se Epstein në vitin 2008 u dënua në Florida për shfrytëzim të miturave për prostitucion, ndërsa në vitin 2019 u akuzua nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-s për trafikim qenjesh njerëzore me qëllim shfrytëzim seksual. Përkatësisht, ai akuzoi se vajzat e mitura i dërgonte në ishullin e tij privat në Karaibe, ku i abuzonte seksualisht dhe i përdorte për trafikim ndërkombëtar, ndërsa përdorte lidhjet me njerëz të fuqishëm për të mbuluar veprimtaritë e tij. Në gusht 2019 Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në New York, ndërsa vdekja e tij u shpall zyrtarisht si vetvrasje. Teksa ka paralajmëruar një protestë kombëtare në 10 shkurt, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha ka paralajmëruar sot një ngujim në bulevard. Duke folur në mbledhjen e grupit parlamentar, ai tha se këtë po e kërkojnë qytetarët. Janë me qindra demokratë që më thonë nuk duhet të largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Drejt asaj do të shkojmë në mënyrë të pashmangshme. Ky moment duhet të jetë çështje diskutimit tonë të gjerë me qytetarët dhe popullin opozitar, tha Berisha. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka asgjësuar drejtësinë dhe institucionet e akuzës. E gjithë Europa pret protestën tonë, e gjithë bota pret protestën tonë. I kanë përcjell protestat me simpatinë më të madhe, me vlerësimin maksimal. Ndaj edhe ne do të vazhdojmë misionin e përmbysjes së kësaj narkodiktaturë dhe rikthimin e votës së lirë për shqiptarët, ka thënë Berisha. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.